Ne nuk kemi në një me ty, ti ke pozicionin tënd, qëndrimin tënd. Dhe ne jo e respektojmë. Këtë qëndrim që ke ti e respektojmë shumë. Këtë ke. E puna të dhe. Si që është i qëndrimi se mi, si që është i atyre të tjerve, si që është i atyre të tjerve që ishin ata që the ti, dje, sot janë futur aty. Ti ke qenë gjithmonë një lloj. Ti nuk ke ndryshuar. Një vitet sa më parë. Është puna tënde, por njeriu ka drejtë të ndryshojë si ata. Dhe ne por mund të jem gabim, unë them që jo, po është puna tënde, mo ke këto gjëra. Unë kam të mendim, o zotëri. Këto gjëra, por ne na lejo këto gjëra, ne respektojmë gjërat e tua. Po na lejo ne të pyesim dhe të themi edhe të provokojmë me pyetjet tona. Edhe këtë punë kemi, kjo është detyra jonë, mo zot. Unë respektoj shumë detyrën tuaj, siç ti e di shumë mirë. Detyra jonë. Por unë tani një gjë duhet kuptojmë. Është dhe media e blerë, pjesë më rëndësishme media. S'ka pikë dyshim. Të thotë. Po tani ti merr automatikun, pastaj dhe ekzekuton të gjithë kur bëhet një përplasje dhe kërkohet përgjigje. Se unë sinqerisht nuk e kuptoj këtë gjë, një minutë. Klevis, nuk e kuptoj sinqerisht termin i vetë përjashtuar, është talli apo. Ose termin tjetër që thotë edhe Sajmiri nuk dha gjysmë përgjigje. Është me Suel Qela. Tani heq nga Suel Qela, është me Ramën. Pastaj heq nga Rama e kalon te Suel Qela. Ai merr nga Suel Qela e kalon te Ergyll Sagasi. Do ta heq nga Ergyll Sagasi tani nuk e dim ku do ta kalojnë Saliani. Saliani nuk fitonte asgjë aty, o zotëri. Po këtë e dim prej kohësh, edhe ai vetë e di. Po ndoshta ai duhet më për të formatuar dhe ky është një ndalim të cilin ne nuk e kuptojmë Klevis. Nuk e kuptojmë fare, kupton? Nuk e kuptojmë se deri dje edhe ata falsot i luanin më varja. Edhe ky, në këtë rast, ne e dim që kjo është një parti e Sali Berishës dhe fiton Sali Berisha aty ore, e vdeku. Por pse nuk lejohet kjo? Këtë nuk kuptoj. Unë mendoj edhe që arsyeja pse ti e bën këtë pyetje është se ti nuk bie dakord, pra e beson ti që këto që ne themi për shkakun rastin e Ervinit për lojën me pushtetin dhe kur themi lojën me pushtetin. Kemi fakte jam lojën me pushtetin. Kemi prova që ky është njeriu i dramës dhe unë të them Krevis më fal. Unë të kështu të them të riqem tani, të riqem dhe unë të kërkoj ndjes 1000 herë, nuk ka rëndësi, mosha. Ti je fare i ri dhe unë kam. Nuk ka rëndësi. Por ti duhet më argumentosh mua që ky është i lidhur me dramën. Si? Se tha doktorja. Si është i lidhur me dramën? Na mund shpjegon? Si është i lidhur me Suel Qelën? Kush e ka parë? Që ky ka lidhjet me Suel Qelën. Kush e ka parë tani si është i lidhur me Ergyll Sagasin? Ky. Se ka kaluar nga njëri te tjetri. Kto mi shpjegon dot? Prova? A mundet të tani po. Ja provat edhe të tani. Kur fillon lojën me pushtetin dhe pushteti brenda ka këto mekanizma siç janë Suel Qela dhe Ergyll Sagasat, pushteti këta do t'japi ty që të mbushin sallën këtu apo atje. Sepse domethënë salla këtu aty ja mbush sallën që të sondë juve. Ja, a mundet të thej një përgjigje vetëm ta mbaroj unë. Sepse për shembull, me rastin e Shkodrës. Shikojeni takimet, sepse ne i njohim demokratët tonë. I njohim njerëzit se kemi bërë gjithë Shqipërinë, takojmë për kohësh. Ke 20 veta. Pse ka ndodhur atje? Sepse atje është godit grupi i Bajrave. Është goditur, zotëri, atje s'ka PS-ja këtë mbështesi. S'ka me çfarë të ndihmoj PS-ja në Shkodër. Dhe prandaj ngelesh me 20 veta. Unë me 20 veta në Shkodër nuk shkoj, unë kafe mund t'i mbledh 20 veta. Por në takim nuk mund të quhen takim elektoral me 20 veta, se është çmenduri. Ja një sekondë se e mbylla. E dyta. Vajtur njërin me Nikolën. Të lutem, a mundet vetëm ta mbyll? Jo, vetëm një sekondë. Në shumë respekt. Mikën, ja një sekondë. E di, po do miki dhe mua ti do përgjigjen time apo jo? Kam vajtur njërin me Nikolën me pukë dhe u mblodh gjithë Nikolla për Partinë Demokristane të Nikollës. Gjithë puka se s'kishte ku të vinte. Gjithë qyteti të pjell dhe të mbjell, të gjithë erdhen aty. Po këtu s'erdhi asnjë as i pjellë as i gjell. As deputet asgjë. Ja, a mundet vetëm ta mbaroj këtë, të lutem? Ta mbaroj pak? A mund ta mbaroj këtë? Po të pyes. Sali Berisha po të marr 2 shifra sa për krahasim. Sali Berisha në mbështetjen 1000 veta. Saliani në mbështetjen 10 veta. Po do si duhen këto 10 vetat apo nuk i duhen? Ja, përse aty po dalim, pra vetëm po të mbleni pak, do të asho. Këta individ të cilët dhe ka qenë kjo lojë e parë nga ne dhe ne këtë kemi, prandaj kemi dhe mundësinë e identifikimit shumë lehtë, se ka qenë një lojë e parë në 2021 me po të njëjtët aktor politik. Po të njëjtët janë. Edhe ato lokalet janë po të njëjtët, prandaj e kemi të lehtë për ta shikuar. Dhe nëse ju kujtohet ka qenë atëherë një diskutim në lidhje me 2 persona që ishin në seksionet të PD-s në Elbasan, që juve u identifikuan vetëm pas një 6-7 muajve, i nxorri Luli si njerëz të seksioneve që ata ishin pjesë e organizatave dhe përplasjeve të bandave në Elbasan. Dhe ishin po të 2 njerëz që ne i diskutonim në emisione. Tani, në rastin konkret, për
shkak të asaj, ne kemi fare të lehtë të identifikojmë se ky pushtet, këta njerëz ka, këta do t'i japi këtyre. Ajo që mua më vjen keq, dhe këtë e them me sinqeritet, se po të kishte dashur realisht të futesh për të bërë një garë dhe për të përplasur në parti, i kishte të gjitha hapësira, sepse ishte antar kryesie dhe se pengonte asgjë për thjesht për thënë, unë do kandidoj dhe pik, kaq nuk kishte nevojë për asgjë dhe fillonte takimet elektorale në fushat, nuk kishte absolutisht asnjë problem. Arsyeja dhe qëllimi ishte tjetër, dhe këtu unë do ju jap atë provë që ju kërkoni. Në qoftë se ti, o zotëri, ke këto njerëz tu atë atje, ti s'ke pse vjen me 2 veta, 3 veta në 1 apo 2 protesta dhe pastaj sulmon protestën. Domethënë ti kërkon se ka qenë nga iniciatorët që ne duhet dalim në protestë kryeministria për Ballukun dhe pasi dolëm tek protesta atje tha nuk duhet më protesta. Pra të gjitha këto janë skema për të lëvizur, janë skema për të lëvizur. Ka thënë protesta duhet jetë ashtu. Po pra pse si duhet bëhet protesta? Gjithë kemi thënë. Po si duhet bëj protesta? Hajde ti bëje, se ti ishe aty e antar kryesie, pse s'ka ardha, po hajde bëje. Dil aty përpara, kush të mbajti ty? Pra, po mos hajde me 2 veta. Ti ku i ke këta njerëz? Pra, në të gjitha rastet, unë mund t'jem gabim, thash nuk i di të gjitha, por historia ka treguar që të paktën në këtë aspekt ne jemi stërvërtetuar si një parti që njihet mirë, jemi vetmja parti në rajon që është bërë një transparencë deri tek kryetari i seksionit, ju i keni marrë nëpër media, nuk ka parti tjetër në botë, nuk di unë të keni marrë në kryetar të organizatës si UTPS-s ta sillnin intervistë, kurse këto vjen më zotri. Po prandaj po them, nuk ka, kurse për Partinë Demokratike ju i njihni të gjithë, partia më transparente në rajon. Ore mënyra që kanë zgjedhur nuk ka parti më transparente se kjo. Fare keqe vite PD-s, nëse do ishte kjo garë. Ja, unë po ta them parë, një njeri i cili bashkëpunon me qeverinë, një njeri i cili unë dal atje haj gaz me gjithë demokratët, shklyem, shkoj nëpër spitale dhe të shikoj të nesmen, që më bën mua analistin dhe më tregon mua se ja mund i shitur që shkoj përplasëm atje, ndërsa ti nga Kolltuku duke shtu parat, duke qeke i shituri, atë me mu nuk tallesh doti, jo ai, jo ta lejonte, po unë i pari dhe të garantojnë shumë demokrat, po ta kishin leju atës, do ta kishin lënë të afrohesh atje. Kjo situatë ka qenë edhe me grupin e Bardhit para 3 vitesh. Kjo situatë ka qenë. Po dhe çfarë ndodhi? U kooptuan ato, u pranuan. Regjia më ndihmon me një moment u bën zgjedhjet që u kooptuan ata. Me që pati vërejtjen, se u mendova tani dhe më dha mendje. Bëton? Regjia e ndryshon pak të shtunën doktori shparet mbret me që pati një farë këshu, dhe ato fitoj doktori të shtunë, pikë pyetje. A do të fitoj doktori të shtunë? A mundem një sekund vetëm. Jo, kam unë një dhe të unë ti. Balli unë tani mendoni që mund të fitoj ndo një parë zgjedhje doktori, apo do t'i vjetë gjithmonë e drama. Si e mendon ti, Artmen? Se kjo e mbaron kjo, të shtunë ja do të avëntisme. Shumë e drejtë. Unë mendoj që edhe kjo çështja punës së vjedhjes së zgjedhjeve, ne o duhet të gjejmë një zgjidhje që zgjedhjet mos të vidhen, se nuk mundet të ta lëmë vendin në këtë situatë, unë duhet të marr masat për një gjë. Unë kam qenë gjithmonë dhe kam thënë edhe në mbledhje që është koha edhe për protestat. Ne marrim masa për të bërë protestë, por nuk marrim masa për të bërë përballje. Në Shqipëri këto lloj protestash ka nevojë për një rivitalizim dhe duhen marrë masat për këtë proces. E njëjta gjë duhet ndodhi edhe për zgjedhjet elektorale, se ne mund të bëjmë zgjedhje nesër. Ai mund t'i vjedhë prap. Ne nuk mund të ta lejojmë që të vazhdojmë. Po sa prap që u voton vjedhë, kjo s'ka kuptim. Ne jemi të detyruar të marrim masat. Sot kemi një mbështetje, ndryshe nga hera fundit, siç e dini dhe ju më mirë se unë. Kemi pas për shkak të përplasjeve dhe të gjithë situatës në PD, kemi pas një ngërç ndërkombëtar, i cili na e vështirësonte besimin e tyre në lidhje me raportet që bënim ne. Ky ngërç është zhbërë. Ne sot kemi këto 8 rezoluta ndërkombëtare, të cilat janë të rëndësishme për një fakt, sepse denoncimet tona janë marrë seriozisht dhe ato u faktuan që janë marrë seriozisht në raportin e Komisionit të Parlamentit Evropian, por edhe nga aktiviteti i Departamentit Shtetit Amerikan në veçanti për çështjen e pastrimit të parave në fushën e ndërtimit, që është themra e akilit të këtij pushteti.